Mirë se po takohemi të dashur miq të emisionit Familja Jonë. Këtë të diel në Familja Jonë kemi të ftuar kolegun ton Shëndrit Lumi. Jashtë kemi mundësinë me zgjedh me kanë me qëndru, me kanë me nda kafën, mëngjesin, mbrëmjet, një muhabet. Aty nuk e kite këtë drejt, aty kemi u ambientu deshte ose s'deshte me personazhe të cilat ti në jetën reale ndoshta edhe nuk ki qef as me I pa. Wow! Ke pa në ditët e para, edhe në ditët e para është kjo ndjenja e jo komoditetit. Pse? Unë më atë këmë bësh shumë bisedë miqësore sepse kam vlerësu shumë edhe vlerësoj sot e tutje. Qysh ke mundur 3-4 herë ja harrove ditëlindjen mamit? A qatë shumë shlyhet rruni aty e harron ditëlindjen tonë, Sara. Iliadën edhe Odisen këmë thonë Shakespeare. Do me thonë nuk është që ja këmë huqën e pak, unë ja këmë huqë shumë. Në pjesën e dytë sjellim një këshill për shëndetin e syve nga Klinika Gjermane e Syve. Vëllojmë të largojmë qoftë telefoni ose diçka që lexojmë, atëherë është një shenjë parë që të vetëm ka filluar është të quajtura dhe me thonën presbiopi. Në rubrikën Magjikët e vegjël kemi të ftuar Zana Tahirukaj. 20 Edhe 10 nalt, okej. Po, tani plus 15 e shtojna edhe një 10 që I bjen një sat, edhe pas e shtojna një 30 që e hekon passhën. Edhe na dal 30. A keni marrë vesh mes të në gjemë. Nga tereni sjellim një material nga hapja e dyqanit Olaba Shop. Tash është fokusi në gjitha produktet çka I duhet një nane, një bebe, të posa lindur, prej produkteve të maternitetit deri te zhvillimi motorikës bebës. Për këto dhe shumë materiale të tjera takohemi të dielën nga ora 16 në Kanal 10. Familja Jonë mundësohet nga Klinika Gjermane e Syrit, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali I Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali I Varësive Rezonanca 3, Mobileria Mia Home, Saloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze.